djemët kur vinë tek ti, bëjnë thashë theme. Bëjnë shumë thashë theme. Më në fund e pranoj dikush. Nuk flasin vetëm vajzat kur shkojnë në parukeri, por djemët bëjnë thashë theme. Pyes vetëm me ty për çfarë flasin. Çfarë bëjnë thashë theme? Bëjnë flasin më tepër. Me ty flasin më tepër. Më falë, të bëj një pyetje. Ti ndan me shokët e tu problemet ose një shqetësim ose një problematik të vogël që mund të kesh me një shoq ose edhe me një shok? Jo. E di. Po te berberi flasin për gjithë shka, nga rruga Qumshtit, deri tek... Çfarë të thonë djemët? Për çfarë flasin më tepër? Flasin për lëndime, flasin për... Patjetër. Që ta dini ju, berberi nuk është vetëm berber, është edhe psikolog, është edhe doktor, është, nuk e di, jemi bërë çdo gjë. Aq më tepër kur është një gocë, shprehen më tepër, duan një mendim nga një femër. Për shumë ku i lë dashurat pyesin dhe thonë çfarë mund të bëj. Po, ose më pyesin për një zëng për diçka dhe më thonë që pse ajo veproi kështu, edhe unë duhet ta mendoj. Në anën time duhet t'i jap edhe një mendim atij gjak ftohtë, kupton? Duhet t'i shoh situatat. Ndërkohë që po mundesh t'i bësh ndonjë vijëzim. Patjetër, edhe këto detaje, po ai do që të çaj hallet gjithashtu. Flasin E dija që djemët. Më dole mu në shtek, sepse e përmënde vetë në një formë tjetër të kësaj fjallën gjuhën shqipe. Ka ndodhur ndonjëherë që ndonjë çun, klienti yti, të ketë qarë në sallon? Po.